Morali I mirë ta ngre gradën në xhenet. Pra kjo është një prej cilësive të banorëve të xhenetit. Është me rëndësi që të tërheqim vërejtjen njerëzve për këtë çështje. Njeriu me moral të mirë, një njeri që I kryen detyrat, largohet nga haramat, nga gjunat, dhe ka moral të mirë, ka një grad shumë të lartë tek Zoti. Madje do jetë në ndër njerëzit më të afruar tek Allahu. Ka thënë profeti, unë garantoj një shtëpi në vendin më të lartë në xhenet për atë që ka moral të mirë. Nga ana tjetër, nëse njëri ka moral të keq, ai shkon zjarr në xhehenem sipas disa haditheve. Prandaj dy gjëra që I çojnë më shumë të njerëzit në xhehenem, kush janë? Janë goja, nëse njëri lëshon gojën, fyn, lëndon, tjerë, çan, mallkon, kështu me radhë. Nuk ruhet nga të ligat e gojës, edhe organi gjinor. Gjithashtu, profeti ka përmendur për një grua, se ajo për shkak se fyente, ofendonte, lëndonte fqinjët me gojë, lëshonte gojën kundër komshive, shkoi zjarr në xhehenemit, do ishte banor zjarri I xhehenemit, Allahu na ruaj. Kur e kam pyetur profetin se kush janë dy cilësitë, dy veprat që I çojnë njerëzit më shumë në xhenet, ka thënë takuaja, fola pak më përpara vetë takuaja, dhe morali. Morali I mirë. Domethënë morali I mirë, ti je I drejtë, ti je besnik, thush vërtetën, mos gënjesh, ti je I sinqert, ti je durimtar, ti je I thjesht, mos jesh me një madh. Ti je mikpritës, bujar, zemër gjerë, shpirt mirë, tolerant. Turpi është gjithashtu një nga moralet e mira. Të mos nevërkosesh, mos nxehesh, ta përmbash veten. Prandaj Allahu I Lartësuar ka përmendur si një nga cilësitë e banorëve të xhenetit gjithashtu, që ata frenojnë veten kur nevërkosen. E mbajnë veten, falin. Janë bamirës, bëjnë mirë. Gjithashtu do të thënë nuk merren me biseda të kota, me punë të kota, walladhina hum anil lagwi mu'ridun.